Gjirokastra me vlerat e saj historike dhe ndërtimore, por edhe si pasuri e UNESCO-s tërheq gjithmonë më shumë vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Qyteti i Gurt tashmë zë vend të veçantë në shkrimet e gazetave, reportazhet televizive në mediat në Suedi, të cilat promovojnë dhe vlerat turistike të Gjirokastrës e të tjerë. It was very nice to go to Gjirokastra as well. Gjirokastra është shumë e këndshme si qytet. Pazari i Gurt për interesant për të kaluar mbrëmjet. Mendoj se ka shumë histori interesante atje për të treguar. Njerëzit shumë të dashur dhe popullor, mjaft mikpritës me veçori të ralla që nuk i has kudo. What's important to them? Gjirokastra është një qytet i bukur dhe tashmë e kuptoj se pse vizitohet prej kaq shumë turistësh, të cilët vijnë këtu për historinë, traditat, por rajoni dhe qyteti këtushëm janë shumë të bukura. Është tërheqëse të shikosh se si kaq shumë turistë nga Franca, Gjermania, nga kudo vijnë këtu. Për gazetarët suedez, të dy vendet tona kanë rritur shkëmbimet në fushën e turizmit, ndërsa numri i vizitorëve nga Suedia në Gjirokastër është në rritje. How their lives are lived. Turizmi është një faktor ekonomik shumë i rëndësishëm për Gjirokastrën dhe duhet vlerësuar dhe promovimi që i bën media resurseve turistike aty. Kanë fshatra mjaft të bukur dhe me natyrë fantastike, edhe turistët nga Suedia që e vizitojnë janë të shumtë në numër. Mendoj se aktualisht Shqipëria dhe Suedia kanë shumë marrëdhënie të mira sepse pas 30 vitesh demokraci, Shqipëria ka ecur përpara dhe shumë suedez vijnë këtu në vendin tuaj. Por edhe bashkëpunimi mes mediave dhe gazetarëve të dy vendeve është shumë i mirë. Ne gjithashtu mirpresim gazetarët shqiptar të vizitojnë qytetet tona si Stockholmi. Është me të vërtetë diçka e bukur. Tashmë Gjirokastra dhe rrethinat janë shndruar në destinacione të kërkuara nga të huajt, duke spikatur në tregun e turizmit ndërkombëtar.